Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa lil zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yaqulu Mawla azza wa jalla fi kitabihi al-karim بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Falëndërimi dhe lavdërimi i takon vetëm Allahut fuqiplot. Paqja, mëshira, begatit e Allahut qofshin mbi njeriun më të dashur, bi Muhammedin alayhi salatu wassalam, bi shokët e tij, bi pejgamber, bi ashabët dhe mbi të gjithë muslimanët që e kanë ndjekur, e ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e tij pa lohatje deri në ditën e Kiametit. Të dashur vëllezër dhe motra të nderuara, jemi në prag të muajit të shenjtë, të muajit të Ramazanit. Pikë së pari, në emër tim, në emër të muftinisë dhe në emër të bashkisë fetare islame, të gjithë muslimanëve u urojmë muajin e shenjtë të Ramazanit me lutje të Allahut fuqiplot që të gjitha ibadetet, adhurime Zoti insha Allah kabul e makbul e bën. Në fillim e lexojmë ajetin kuranor që çdo ditë, çdo natë, çdo teravi, secili imam apo hatib lexojnë në për kursit, në për minberet e xhamive, që thot Zoti Allahu xhalleshanuhu u ka bërë obligim agjërimin, ashtu si ishte agjërimi obligim ummeteve që kaluan para jush, por një qëllim që ju të arrini në atë gradën e devotshmërisë. Të nderuar vëllezër, Ramazani si muaj i ndryshimit i ndryshon njeriu dhe duhet të ndryshoje, i ndryshon sofrat, i ndryshon mendimet, i ndryshon natat, i ndryshon ditët, i ndryshon gjymtyrët, i ndryshon trupin, i ndryshon shikimet, i ndryshon të gjitha veset e këqija që njeriu në këtë muaj të Ramazanit e merr dhe vazhdon rrugën drejt devotshmërisë. Të nderuar vëllezër, pikë së pari, Ramazani njeriu në ndryshon zemrën. Zemra është ai organ që njeriu e çon drejt devotshmëria. Edhe kështu është Ramazani, njeriu duke agjëruar e veshun atë petkun e devotshmërisë. Kur e veshën atë petkun e devotshmërisë, atëre njeriu e ka arritur atë qëllimin e Ramazanit, sepse Ramazani nuk është vetëm njeriu të largohet nga haja, nga pija dhe nga të gjitha sendet që e prishin agjërimin, por njeriu është drejt qëllimit, drejt devotshmërisë dhe drejt adhurimeve që Allahu xhalleshanuhu i ka caktuar për njeriu. Andaj njeriu në këtë muaj e ndryshon edhe mendjen, e ndryshon edhe zemrën, e ndryshon edhe shikimin duke mos shikuar në haram, e merr një epitet që jashtë këtij Ramazanit njeriu e vazhdon atë që e ka fituar në Ramazan. Por ato gjëjat, fitimi i zemrave, fitimi i mendjeve, fitimi që e merr njeriu në këtë botë dhe ato gjëjat që e fiton brenda muajit në Ramazanit, nëse e vazhdon jetën e tij,
atëre ai ka kuptuar Ramazanin, e ka marrë atë epitetin që është njeriu i devotshëm. Andaj ne si musliman, si besimtar, si ummeti Muhammedit alayhi salam, atë hadithin që e lexoam në fillim të ligjëratës, Allahu xhalleshanu thot kush agjeron Ramazanin me iman, me besim të paluhatur, Allahu xhalleshanu i fal mëkatet para dhe bash që e ka bë. Andaj ne kemi fatin, jemi një muaj që askush nuk mund të bëjë një matematik që Zoti në këtë muaj sa fal, sa mëshiron dhe sa begaton. Andaj ne si Ramazan, muaj i ndryshimit, duhet të ndryshojmë mendjet, sofrat, mendimet, adhurimet dhe në fund Zotin të bëjmë të kënaqur, pejgamberin të bëjmë të lumtur dhe të kënaqur, dhe në fund të arrijmë si shkollë e devotshmërisë, po që është ai finali i këtij Ramazanit. Andaj ne lusim Allahun xhalleshanuhu ve xhelle xhelaluhu që Ramazanin të bëjë ndryshim i gjithë trupit, gjymtyrave, qelizave, zemrës, mendimeve, ambientit, shoqërisë, shikimeve dhe të gjitha gjymtyrave të trupit, ashtu si që kemi Ramazanin, ashtu të bëjmë edhe jetën si Ramazan, të vazhdojmë jetën bas Ramazanit, të vazhdojmë adhurimet bas Ramazanit dhe në fund të jetojmë një Ramazan të begat, një Ramazan që Zoti është kënaqur me ne. Andaj lusim Allahun xhalleshanuhu në këtë muaj të bekuar të gjitha adhurimet, ibadetet, agjërimet, sadakat, zekiatet dhe të gjitha ibadetet që bëjmë për hir të Allahut, Zoti inshallah na e pranon, na e bën prej atyre besimtarëve të drejtë, të sinqert, ashtu siç e don Allahu dhe ashtu siç e don pejgamberi alayhi salatu wassalam. Lusim Zotin që në këtë muaj të Ramazanit të kalojmë një Ramazan që Allahu xhalleshanuhu në fund të muajit na bën edhe bajramin dhe kështu na e don Allahu dhe na e don Hazreti pejgamberi alayhi salatu wassalam. Të keni një Ramazan të begat me familjet, me farefisin, me shoqërinë, me fshatin, me qytetin e kështu me radh. Ju uroj të keni një Ramazan të begat dhe një Ramazan i pranuar nga ana e Allahut xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu. Wa akhiru da'wana enil hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.